mujt me ndru kushtetutën edhe mi bonja 4-5 kryeministra që të ngopën ata me pozita. A mund të ketë ndonjë qëllim tjetër kjo vizitë? Mund të lidhet ndoshta edhe me praninë e forcave të NATO-s në Kosovë? Po sigurisht edhe ajo temë do të rahat, edhe pse ende s'kemi qëndrim zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se a do të tërhiqen forcat amerikane nga Kosova, që unë nuk e dëshiroj dhe nuk e besoj, pasur parasysh që Kosova që nga lufta, pra dhe nga vitet 90-ta, gjithçka që është arrit në Kosovë lidhet ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra luta për shtjerimin e atë vejut dhe më pastaj liria, mbrojtja e tërësisë territoriale të Shtetit të Kosovës lidhet ngushtë me trupat amerikane. Pra është investim amerikan. Kjo është fati jo që ndryshojmë nga Bosnia e Hercegovina dhe nga shumë vende tjera të botës. Shpresoj shumë që presidenti Trump këtë qëndrim ta vazhdon, ta mbanë dhe mos të ndryshon, sepse përndryshe do të kishim pasoja dhe nuk do di epilogu tyre, sepse ushtëria amerikane është ajo që vullos sigurinë dhe mbrojtjen e një territorit. S'paku të në ashtu mendoj dhe ashtu besoj. Po e keqja është që njerëzit e politikës dhe politikanët të caktuar në këtë fazë kritike që po hynë bota, pra dhe Kosova, po bëhet gati një muaj që ne ende nuk kemi numëruar votat, nuk i kemi institucionet. Nëse ndëgjojmë partitë politike si cilin nga ta dëshiron të bëhet kryeministër, pra mujt me ndru kushtetutën edhe mi bonja 4-5 kryeministra që të ngopën ata me pozita, sepse duket që fati i vendit në këto ndryshimet mëdha tektonike për ta është 2 cor apo 3 cor. Sot është 11 marsi, për kujtim i demonstratave të para në Kosovë, ku një rini e shkëlqyeshme asaj kohe e i tundi themelet e një federate të Jugosllavisë me 24 milion banor. Kisha dëshiruar shumë që rinia e Kosovës të ngjallet, pa petk politik të asnjë partie politike dhe të kërkon nga politikanët dhe partitë politike që sa më shpejt të formojnë institucione dhe të ruhet bërthama e shtetit Kosovës dhe të ruhet shteti, sepse përndryshe ne do ta kemi mallkimin e herojve tanë, herojve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe gjithë brezave që kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë jetën për lirinë atë dheut. Të gjithë mësuesve dhe arsimtarëve tanë të cilët na kanë edukuar me dekada që ta duam vendin dhe të luftojmë për vendin, dhe familjeve dhe baballarëve tonë që na kanë edukuar në frymën patriotike, se çfarë është të ngjatë tani unë nuk po arrit të kuptoj. Pra, Kosova asnjëherë nuk ka pasur më shumë njerëz me diploma universitare dhe tituj të ndryshëm shkencor. Po asnjëherë nuk kemi qenë më keq për lider të cilët trasojnë rrugën për shumë vite të zhvillimit dhe çuditshmërisë të shtetit të Kosovës.